do të shkojmë tek Neymar Junior, i cili festoi rikthimin në fushë lot pas fundit të ndeshjes, festoi me familjarët, pati disa postime të ndjera dhe të veçanta në rrjetet e tij sociale, por përdori dhe një fotografi me Hamilton dhe një thënie të tij për të treguar atë se çfarë vuajti gjatë kësaj periudhe që ka qëndruar jashtë fushave. Së bashku me mbishkrimin, ai përfshiu frazën që shoqëroi mikun e tij Lewis Hamilton gjatë një krize tjetër të gjatë nga seria e zhgënjimeve me Ferrarin deri te fitoria në çmimin e madh të Barcelonës rreth 2 javë më parë. Lewis e ripostoi postimin në llogarinë e tij gjithmonë përsëri piloti britanik. Lidhja midis të dyve duket se daton që nga Kupa e Amerikës 2016, ndërsa në vitin 2017 ata shkuan së bashku për të parë një ndeshje finale të NBA nga stoli. Respekti tyre i ndërsjellët është konfirmuar në vitet që nga ajo kohë, me Luis që ndoqi disa nga garat e Neymar para çmimit të madh të Brazilit në 2021. Kohët e fundit Neymar u shfaq në garazh për t'i dhënë pilotit britanik disa këpucë të personalizuara të cilat ai ka përdorur duke luajtur futboll. Mirë